mitën e diasporës, Edi Rama foli edhe për drejtësinë sipas tij të pavarur në Shqipëri, duke thënë se qeveria ishte ajo që i dha shpatën për një drejtësi të barabartë dhe sot askush nuk është mbi ligjin. Si komentoni këto deklarata që vijnë pikërisht pasi qeveria socialiste me fuqinë e kartonëve në kuvent u bë bllokadë drejtësisë për Belinda Ballokun? Faleminderit. Edi Rama në mediat ndërkombëtare është bërë barsolet tani, siç mund ta keni parë ju, citimet që i bëjnë. Por unë po citoj vetëm se dje ai deklaroi se shpata e drejtësisë është në zyrën time. Tani ta kuptojnë mirë shqiptar dhe partnerët tanë se çfarë drejtësie ka Shqipëria. Së dyti, ai është bërë famzi. Kudo që shkon me Lubi Ballukun është rikthehet përsëri tek shqiptarët legjenda, keni parë, s'keni parë një vdekur me të gjallë. Ata shkojnë si një binom hajdutësh të cilët i garantoj se shpejt do të marrin vendin e merituar nga qytetarët shqiptarë. Ndërkohë, dje patët një takim me Kolegjin e Kryetarëve ku në fokus ishte protesta 17 prillit. Si do të jetë kjo protestë dhe do të ketë ndryshim nga protestat e mëparshme të opozitës? Faleminderit. Do të jetë një revoltë e fuqishme e qytetarëve shqiptar në mbrojtje të interesave tyre më jetike, luftës kundër korrupsionit shtetit ligjor, mbrojtjes nga vjedhjet e Edi Rama dhe qeveritar, në mbrojtje të vokacionit tyre perëndimor, por edhe të gjendjes tyre nga katastrofe ekonomike që po ndodh. Ju e ndigjuat cilat janë zhvillimet sot në Europë. Raport me naftën. Nafta është gjaku i ekonomisë dhe është materia me ndikim më të fuqishëm, jo vetëm në industri, jo vetëm në ata që kanë makina, por të gjithë ata që ushqehen, të gjithë ata që blejnë dyqane, të gjithë ata që ecin, që përdorin transportin, që lëvizin, e gjithë Europa, e gjithë bota perëndimore, Australia, janë angazhuar në lehtësime të menjëhershme të barrës fiskale mbi naftën. Në një kohë kur Edi Rama po nxjerr fitime prallore për shkak të rritjes së TVSH-s dhe nuk ul asgjë, ndërsa nafta thot të kaloj 224 lek për litër. Përveç kësaj, ai mori një vendim absolutisht me synim falimentimin e fermerëve shqiptarë. Me lejoni të informoj fermerët e vendit se Gjermania në një akt para 3 ditësh vendosi të dyfishoj subvencionin e naftës për fermerët. Ta dyfishoj. Të tjera po kështu, Suedia dhe vendet tjera, Suedia uli TVSH në ushqimeve në 6% nga 12 që e kishte. Për shkak të këtyre çmimeve, kurse Edi Rama hoqi subvencionimin për fermerët shqiptar dhe shkoi në pacipsin më të madhe. U deklaroi 2 metra gënjeshtar. U deklaroi se Europa nuk e përdor më subvencionin. Edhe njerë u them fermerëve shqiptar se nuk ka asnjë vend në vendet anëtare të Bashkimit Evropian apo që negociojnë
të cilat nuk japin subvencion për naftën për fermerët. Mundit nëse keni një koment për ftesën që Edi Rama i bëri sot emigrantëve që të kthehen në Shqipëri për paketën e malave. Për tekstin? Për ftesën që Edi Rama ju bëri emigrantëve që të kthehen në Shqipëri për paketën e malave. Gjendje katastrofale e investimeve të huaja. Unë u informoj dhe u them shqiptarëve të diasporës se këtë viti 2025 ka shënuar rënjen më të madhe në histori të investimeve të huaja. Dhe sa ajo që serviret si rritja me e madhe, në fakt është fake dhe vetëm fake. Më lejoni ta zbërthej. Ai pretendon se në vitin 2025 investimet e huaja arritën 1.6 miliard. Dakord. Të ndalemi çfarë janë ato, sipas Instatit. 800 milion janë reinvestime të kompanive të huaja në Shqipëri. Pra janë kapital monetar fundë krye shqiptar. Janë para të krijuara në Shqipëri. Dhe që paraja nuk njeh komsi, nuk ka të bëj, por paraja nuk vjen nga jashtë për të investuar në Shqipëri kjo para. Dhe kjo para vetëm në standardet e kryemashtruesit Edi Rama konsiderohet si investimi huaj. Kjo para nuk është investimi huaj. Pra, që në analizën e parë, del se investimet e huaja kanë zbritur nga 1.600 miliard në 800 milion. Vazhdojmë. 1 miliard e 600 milion, fale. Vazhdojmë më tutje. Çfarë ndodh me 800 milion të tjera investime? Me 800 milion të tjera investime, 32% e tyre janë blerje apartamentesh dhe katesh nga shqiptarët jashtë vendi në Shqipëri. Pra, shifti kullat, të gjitha katet në tërësi pa drita. Janë krijuar lugetrit pa drita në Tiranë. Çfarë janë ta lugetër? Monumentet të vjedrës dhe korrupsionit. Nuk janë të pashitura. Janë të blera dhe të kyçura. Të blera dhe të kyçura nga grupet mas shumti grupet kriminale, po dhe qytetarë të ndershëm. E këtu, absolutisht, ka me qindra mira qytetarë të shqiptarë të ndershëm që blejnë edhe i gëzofshin për ta. Por, dyert e mbyllura nuk krijojnë punësi. Dyert e mbyllura nuk kanë prodhim. Dyert e mbyllura janë pasuri e ngrirë. Dhe me një fjalë, sigurisht janë të ardhura për vendin, janë të ardhur se merren taksat e gjitha këtu, kjo nuk mohohet. Por asgjë nuk sjellin. Pra, edhe 32%. Ngelen gjithsejt më pak se 18% apo më pak se 300 milion, apo rreth 300 milion. Nga 1 miliard e 600 milion që ishin, që janë investime. 300 milion e ndëruar kanë qenë investimet në vitin 2004. Investime se ky ka vetin e paturpsisë të gënjej çdo gjë, të flesh çdo gjë dhe ky mendon se nuk e as gënjeshtat janë tregu më i mirë dhe vazhdon me to. Investimet në vitin 2010-2011 kanë arritur
1 miliard e 400 milion euro kanë qenë të gjitha investime në prodhim. Edhe pas vitit 2013, investimet mbi 1 miliard, po nga erdhën ato? Ato erdhën nga projektet e qeverisë më parshme, edhe nga TAPI, i cili investoi në Shqipëri 800 milion euro, erdhën nga Kaskada e Devollit, disa qindra milion euro, nga Kaskada e Fanit, qindra milion euro, dhe nga 10 vepra tjera publike, vepra private, ndërtime, hidrocentrale e tjera, të cilat ishin licencuar më parë. Tani ato mbaruar, ato e ndërtuar. Ndaj dhe Shqipëria zbriti në vitin 2015 Shqipëria kishte gjithsej 300 milion euro, nga të cilat 100 sa milion ishte shitja e një banke. Pra, mund të ishte pak më pak se sot. Kështu që sot pra investimet e huaja janë as nga diaspora, as nga Kosova, as nga askum janë në rënje të lirë, përveç blerjes banesave.